Ludo vlerëson memorien e Elionës, një reflektim mes banorëve të Big Brother Kosova, në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet, lojrat dhe përplasjet shpesh marrin vëmendjen kryesore. Ndodhin edhe momente reflektimi dhe vlerësimi për karakteret dhe aftësitë e banorëve. Një nga këto momente ndodhi kur Ludo, gjatë një bisede të qetë me Hygertën dhe Labinotin, vendosi të flasë hapur për një nga banorët më të spikatura për kujtesën dhe perceptimin e saj, Elionën. Ludo i tha me seriozitet dhe respekt: "Eliona mban mend shumë, edhe në momentin që bën ngushtë, ti përmend një ka një. Kjo është te ata personat që kanë bagazh. Nuk është do si do. Ka memorie, edhe pse është vetëm 15 vjeçe." Fjalët e Ludos nuk ishin thjesht një kompliment i zakonshëm, ato ishin një vlerësim i aftësisë së Elionës për të ruajtur dhe përpunuar informacion, për të vëzhguar detajet dhe për të mbajtur mend situata që shumë të tjerë mund t'i harronin menjëherë. Ai tregoi se, pavarësisht moshës së saj të re, ajo ka një perceptim të thellë dhe një pjekuri në mënyrën se si menaxhon informacionet dhe marrëdhëniet me banorët e tjerë. Hygerta dhe Labinoti dëgjuan me vëmendje, disa me habi, disa me respekt. Të gjithë kuptuan se çfarë do të thotë të kesh një bagazh dhe një memorie të fortë, veçanërisht në një ambient si shtëpia e Big Brother, ku çdo detaj ka rëndësi dhe çdo veprim mund të përdoret për lojë ose për të kuptuar dinamikën e grupit. Ky moment nuk ishte thjesht një vlerësim për një aftësi individuale, ai tregoi edhe një dimension tjetër të shtëpisë, atë të respektit për inteligjencën dhe për pjekurinë emocionale të banorëve. Ludo tregoi se aftësitë e njerëzve nuk maten vetëm me lojra strategjie, por edhe me kujtesë, perceptim dhe aftësi për të menaxhuar situata komplekse. Për publikun, ky episod u bë një nga ato çaste reflektive që tregojnë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe konflikt, por edhe një vend ku karakteret shpalosen, ku aftësitë personale dallohen dhe ku